Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajibin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm më shplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimit të Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në surën Shams, në ajetin 90, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Vërtet, kushdo që pastron shpirtin do të shpëtojë, dhe kushdo që e shtyp atë me punë të këqija do të dështojë. Kushdo që lexon Kur'anin e shenjtë dhe sunetin e profetit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dhe të ehli bejtit të pastër, paqja qoftë mbi ta, do të shohë se edukata zë një vend qendror në Islam, sepse ajo përfaqëson pasqyrën e vërtetë të karakterit dhe besimit të njeriut. Islami nuk ka ardhur vetëm për të rregulluar adhurimet si namazi, agjerimi, haxhi e të tjera, por ai ka ardhur edhe për të formuar karakterin dhe për të edukuar njeriu me moralin e lartë. Profeti i dashur, profeti Muhammad, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij dhe ehli bejtit i pastër, janë shembulli më i përsosur i edukatës islame. Me fjalët dhe veprat e tyre na mësojnë se si të jetojmë me dinjitet, respekt dhe mëshirë. Ata na mësojnë rëndësinë e faljes së tjetrit, na mësojnë respektin ndaj prindërve, si dhe zbatimin e parimeve të dialogut, mëshirës dhe të drejtësisë. Ne e marrim profetin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shembull në edukim dhe edukat, sepse vetë ai ka thënë: Zoti im më edukoi dhe më përmirësoi edukatën time në mënyrën më të bukur. Edukata në Kur'anin e shenjtë dhe në sunetin e profetit Muhammad dhe të ehli bejtit të tij është një metodologji gjithëpërfshirëse dhe e plot. Ajo synon pastrimin e shpirtit, korrigjimin e sjelljes, ndërtimin e individit të mirë, të familjes së bekuar dhe të shoqërisë së fortë, përmes rrënjosjes së vlerave etiko-morale, përmes adhurimeve dhe meditimeve në ajetet e Kuranit të shenjtë. Për qëllimeve të misionit profetik ishte edhe edukimi. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: jam dërguar që të përsos virtytet e moralit. Kjo thënie tregon qartë se një nga qëllimet kryesore të misionit profetik është edukimi moral i njeriu. Edukata islame nuk kufizohet vetëm me sjelljen e jashtme, por përfshin pastrimin e zemrës, sinqeritetin në qëllime dhe drejtësinë në veprime. Edukata e mirë është shenjë e besimit. Profeti Muhammad, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: besimtari më i plot në besim është ai që ka edukatën më të mirë. Sipas kësaj thënie, besimi dhe edukata janë të pandashme. Nuk mjafton vetëm adhurimi formal nëse ai nuk reflektohet në sjellje të mirë, në fjalë të buta dhe në respektin ndaj të tjerëve. Edukata e mirë është zbukurim. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: edukata e bukur është zbukurimi i arsyes. Imam Hasani, paqja qoftë mbi të, ka thënë: s'ka edukat për atë që nuk ka arsye. Ky hadith i Imam Hasanit, paqja qoftë mbi të, na mëson se edukata e vërtet
buron nga arsyeja dhe mendja e shëndosh. Njeriu që nuk përdor arsyen, ai nuk reflekton dhe nuk e dallon të drejtën nga e gabuara. Ky njeri nuk mund të ketë edukatë qëndrueshme. Arsyeja e udhëheq sjelljen, ndërsa edukata është fryti i saj. Pa arsye, edukata mbetet e mangët ose e rremë. Edukata e mirë është cilësia më e bukur e njeriu. Imam Aliu Pasha Qombi të ka thënë, edukata është cilësia më e bukur. Kjo thënie e Imam Aliu na mëson se vlera dhe madhështia e njeriu nuk maten me pasurinë, pozitën apo forcën, por me edukatën dhe moralin e tij. Edukata e mirë plotëson personalitetin e njeriu, e zbukuron sjelljen e tij dhe e ngre atë në sy të Allahut dhe të njerëzve. Një njeri pa edukat është i mangët, ndërsa ai që ka edukat të mirë është i plotësuar dhe i nderuar. Edukata është pasuria më e çmuar. Imam Aliu Pasha Qombi të ka thënë, o besimtar, vërtet dija dhe edukata janë çmimi i vetesate. Prandaj përpiqu ti mësosh ato, sepse çdo shtim në dije dhe në edukat e rrit vlerën dhe pozitën tënde. Me këtë thënie, Imam Aliu na mëson se dija dhe edukata janë pasuria më e çmuar e njeriu dhe çmimi i personalitetit të tij. Sa më shumë që njeriu përparon në dije dhe edukat, aq më e lartë bëhet vlera, dinjiteti dhe pozita e tij tek Allahu dhe në shoqëri. Edukata e mirë është trashëgimia më e çmuar që prindrit u lën fëmijëve të tyre. Imam Sadiku Paqja Qombi ka thënë, trashëgimia më e mirë që lën prindrit për fëmijët e tyre është edukata, sepse pasuria humbet, kurse edukata mbetet. Profeti Muhammed dhe ehli bejti i pastër Paqja Qombi na mëson se edukata fillon në familje. Prandaj duhet që familja të udhëhiqet nga edukata e mirë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, më i miri ndër ju është ai që është më i miri me familjen e tij. Kjo thënie e profetit tonë të dashur tregon se edukata e vërtet manifestohet fillimisht në familje, në respektin ndaj prindërve, në dashurinë ndaj fëmijëve dhe në mirësjelljen ndaj bashkëshortit dhe bashkëshortes. Me këtë thënie, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi na mëson se vlera e vërtetë e njeriu matet me sjelljen e tij në familje, sepse aty shfaqet karakteri i sinqert larg syve të njerëzve. Profeti na mëson se mirësjellja, mëshira dhe drejtësia ndaj familjes janë shenjë besimi të fortë dhe edukatës së lartë islame. Profeti na mëson se familja është shkolla e parë e moralit dhe edukimit. Prandaj, ai që është më i mirë me familjen e tij tregon se është i aftë të jetë i mirë edhe në shoqëri. Profeti na mëson se Islami e vendos përgjegjësinë familjare në qendër të virtyteve. Na mëson se adhurimi i vërtet duhet të reflektohet në dashuri, në durim dhe në respekt ndaj bashkëshortit, bashkëshortes, fëmijëve dhe prindërve. Hadithi i profetit Muhammed na mëson të fillojmë përmirësimin e vetes nga brenda familjes, sepse aty vërtetohet të qenit e njeriut i mirë. Edukata e mirë ndikon në marrëdhënien shoqërore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, buzëqeshja jote ndaj vllait tënd është sadaka. Kjo thënie tregon se edhe veprimet më të vogla, kur shoqërohen me edukat dhe dashamirësi, kanë vlerë të madhe tek Allahu. Edukata në shoqëri përfshin respektin, durimin, faljen dhe shmangjen e fyerjes dhe të ofendimit.
Vallë, cila është edukata më e mirë? Përgjigjen e kësaj pyetje na jep prisi besimtarëve Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: edukata më e mirë është ajo që e ndalon njeriu nga veprat e shëmtuara. Gjithashtu, Imam Aliu ka thënë: më e mira edukat është ajo që ja nis me vetveten, pra me edukimin e vetes tënde. Sepse Allahu thot: inna Allahu la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetat e tyre. Pra, të fillohet pra me edukimin e vetes. Edukata e mirë lehtëson vështirësitë. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: ai që ka edukatë të mirë i lehtësohen punët e jetës. Pra ai që ka edukatë të mirë i lehtësohen punët e jetës. Me këtë thënie, Imam Sadiku na mëson se edukata e mirë është çelësi i lehtësimit të vështirësive në jetë. Sjellja e bukur, durimi dhe respekti ndaj të tjerëve krijojnë marrëdhënie të shëndosha, largojnë konfliktet dhe sjellin qetësi në jetën e njeriu. Prandaj, edukata e mirë nuk është vetëm virtyt moral, por edhe mjet praktik për sukses dhe harmoni në jetën e përditshme. Edukata arrihet me përpjekje. Për këtë, Imam Rizaj, paqja qoftë mbi të, ka thënë: arsyeja është dhurata nga Allahu, ndërsa edukata kërkon përpjekje. Kush përpiqet për edukat, mund të arrijë atë. Dhe ajo që është më kryesorja është pra lufta me vetveten, xhihadun nefs. Të përpiqemi që ta shtypim nefsin ton, ta shtypim egon, unin, të jetë arsyeja jon, ajo që ta udhëheq egon, ta udhëheq unin, dhe mos jetë uni, egoja jon që ta udhëheqin arsyejen. Në këtë mënyrë, nëse arsyeja do të jetë udhëheqësia e egos dhe unit, padyshim që do të jemi prej njerëzve të mirë, inshallah. Profeti Muhammed dhe ehli bejti i pastër na porosisin për edukimin e fëmijëve. Për këtë, i dashur i zemrave tona, pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: nderojini fëmijët tuaj dhe edukojini mirë ata, kështu do t'ju falet mëkati. Çfarë mrekullie pra. Pra nëse i nderojmë fëmijët, nëse i edukojmë me edukat të mirë, na falen mëkatet. Kështu thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, i cili nuk flet nga vetja e tij, çdo thënie e tij është shpallje e shpallur. Në një thënie tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: kush ka vajzë dhe edukon mirë, i mëson asaj dituri dhe i jep prej të mirave që Allahu ja ka dhënë, ajo vajzë do të jetë mburoj dhe mbulim për të nga zjarri i xhehenemit. Çfarë mrekullie. Lukmani i Urt, paqja qoftë mbi të, i ka thënë të birit të tij: o biri im, nëse edukohesh kur je i vogël, do të përfitosh prej saj, pra prej edukatës, kur të bëhesh i madh. Por shpërfillja e edukimit të rinjve, të fëmijëve, ka pasojat e veta. Për këtë Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: çdo i ri që rritet në mesin e një populli dhe nuk edukohet kur bën mëkat, Allahu i lartësuar në fillim do t'i ndëshkojë ata me paksimin e furnizimit të riskut të tyre. Një prej pasojave pra ku nuk edukohen të rinj, nuk edukohen fëmijë kur ata po bëjnë gjunahe apo mëkate, është se Allahu i ndëshkon me paksimin e riskut e furnizimit të tyre.
Të dashur vëllezër dhe motra, sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejtit të pastër të tij, paqja qoftë mbi ta, edukata është mbrojtje për njeriu, është dritë për mendjen dhe mjet për afrimin tek Allahu dhe tek njerëzit. Njeriu i edukuar nuk nxiton në zemrim, nuk hakmerret padrejtisht dhe ruan qetësinë edhe në situata të vështira. Edukata në thëniet e profetit Muhammed dhe familjes së tij të pastër, pra ehli bejtit, nuk është vetëm një cilësi e bukur, por një detyrë fetare dhe shoqërore. Ajo është treguesi i besimit, shkak e afrimit tek Allahu dhe çelësi e harmonisë në shoqëri. Duke ndjekur shembullin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe të ehli bejtit të pastër, njeriu arrin jo vetëm sukses në këtë botë, por edhe shpëtim në jetën tjetër. Sa bukur na mëson Imam Zainul Abidin në një prej lutjeve të tij, ku ai thot: O Allah, na bëj prej atyre që janë kapur fort pas lidhjes së dijes dhe e kanë edukuar veten me kuptim. Qofshim inshallah prej atyre që janë të kapur pas dijes, prej atyre që e edukojnë vetat e tyre me virtyte, me moralet sa më të mira, inshallah. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.